dhe përshëndetjet më të përzemërta të gjithë ju që na ndiqni në rrjetet sociale. Së pari dëshiroj të përulem me nderimin më të madh para atyre 10 mijëra qytetarëve që u bashkuan dje në rrugë dhe sheshet e Tiranës në një kryengritje madhështore për të mbrojtur nderin, dinjitetin e çdo shqiptari, për të mbrojtur ëndrrën më të bukur të shqiptarëve, integrimin në Europë, për të mbrojtur të ardhmen e tyre në Shqipëri. Ishte protesta kryengritja paqësore e 8. Me një ehonë të jashtëzakonshme botërore. I ndiqni lajmet se si guximi, kurajo, sakrifica juaj u shndrua në lajm botëror, u përcull me dashamirësi absolute, betej si në legjend kundër dyshesh tashmë famzez në mbar botën, Rama Balluku, kundër vjedhjes dhe plaçkitjes të qytetarëve shqiptarë. Me këtë protest, me këtë kryengritje, me këto sakrifica, ju provoni shqiptarëve se qëndroni të pamposhtur para një të keqje që po e gryen këtë kombë sa asnjë pushtim tjetër në tërë ekzistencën e tij. Para një të keqje, para një dyshje, Rama Balluku, që po plaçkit këtë kombë më shumë se çdo pushtues tjetër në historinë e tij. Para një regjimi që përfaqëson narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Prania juaj dje në bulevardin e Tiranës ishte projektori i madh i shpresës për të gjithë shqiptarët që ende nuk guxojnë të dalin nga emocionet e frikës, të gjithë shqiptarët, të cilët duan që Shqipëria të integrohet me dinjitet në Bashkimin Evropian. Pra, ju keni qenë dje në bulevardin e madh të Tiranës, ambasadorët më të shkëlqyer, përfaqësuesit më dinjitoz, elita e vërtetë e kombit, e ndërgjegjes së tij, para çdo shqiptari dhe para partnerëve, miqve të Shqipërisë në mbar botën. Edhe njerë lexojeni, shifni mediat e tyre se çfarë jehone pozitive i kanë bërë. Dhe për një moment do t'ju lutesha, t'imagjinoni sikur ne të heshtim, sikur ne të mos ishim në përballje dhëm për dhëm me regjimin, se çfarë gjende e vërtet do t'ishte për Shqipërinë dhe shqiptarët. Se si do t'a shfrytëzonin këte racisët anti-shqiptarë, si që shprehen edhe 3 javë më parë se shqiptarët janë të ambientuar me vjedhjen me korrupsionin. Imagjinoni ju, në rast se opozita nuk do t'ishte në përballje tegër, por do ndigjonte vuvuzelat mjerane të Edi Ramës,
këta kritizerë amoral, të cilët në vend se të bashkohen me popullin opozitar, në mburojtje e Edi Rams, bëjnë gjithçka për të dekurajuar protestën e tyre, e tij. Pra miq, edhe njëherë bekim në Zotit. Shqipëria u është përjetë mirënjohëse. Shqiptarët u janë përjetë mirënjohës për këtë sakrificë, që ne do ta vazhdojmë gjerë në largimin përfundimtar të kësaj të keqe të madhe, të këtij njeriu që ka vendosur moral të regjimit të tij, moralin e etërve të tij xhelat, të këtij njeriu që bllokoi bulevardin e protestës paqësore për të treguar frikën dhe tmerrin që ka nga protestuesit, të këtij njeriu që shërbehet nga horra, kriminal, plaçkic në të gjitha funksionet e narkoshtetit të tij, por ne qëndrojmë dhe të qëndrojmë të pamposhtur. Faleminderit. Alta società, doktor, na u duk neve nga televizioni apo ajo makina e ujit në protestën e djeshme ju targetonte vetëm juve? Sigurisht e qëllimshme. Dhe e dyta, si ndiheni sot pas protestës? A keni pasur ndonjë pasojë? Sot ndihem më i motivuar se kur për protestë. Dhe se më nderoj me targetimin që bën Edi Rama, ky frikacak i ult, ky kriminal ordiner, që njëherë nxjerr një bandit në atentat për të festuar praninë e liderit evropian në një atentat ndaj meje. Njëri tjetër urdhron një kriminal në timon për të drejtuar topin e ujit. Por ta di mirë se Edi Rama nuk ka shpëtim. Çfarë do që të përdor, ai do marr atë që meriton, do shkoj bashkë me lubin e tij dhe lindat e tij. Lindat e tij bashkëhajdute do shkoj atje ku e kanë vendin. Ky popull nuk ja fal kurrë Edi Rams vjedhjet e tmerrshme që ka bërë. Mosbindja civile e zgjidh problemin brenda 24 orëve. Nuk do t'i besoj vetes Edi Rama, vetëm do të fshihet në frimën e mirë. Jep një ultimatum të tipit Trump e do të shikojmë Edi Ramën të gjunjëzuar. Edi Rama de facto është i gjunjëzuar dhe i poshtruar. Ju garantoj për këtë. Edi Rama që ta dinë shqiptarët, kudo që shkon, i tregojnë brylin. Kudo që shkon, i kthejnë shpinën. Kudo që shkon, sot ai është bërë gosipi i Europës. Lidhjet e tij patologjike me ballukun qarkullojnë sot kudo. Dosja balluku është dosje botërore, po dhe më tepër, lindat e Rama dhe lindat e Akshit janë famëzi sot në Europë dhe në botë. Dhe kjo është merite madhe. Merite madhe e jashtëzakonshme e atyre mira burrave grave që dalin në shesh për t'i thënë e popullit shqiptar se spajtohemi kur me këtë grup banditësh, për t'i thënë Europës dhe botës se ne spajtohemi kur me këtë regjim. Dhe në këtë kontekst, ju siguroj se do t'jetë jo e larg dita kur ai nuk do gjej vrim miu ku të futet. Faleminderit. Muharrem Kurti, doktor ju përshëndes, përsëri mbrëm pushtetin ambuti me gaz. Pyetja ime është, si do të veprojmë që ta dobësojmë këtë pushtet dhe ta rrëzojmë regjimin e Ramsurrelit? Muharrem të përshëndes. Ne po veprojmë, të garantoj se po bëjmë gjën e duhur. Të lutem, mos u
mos u ndikon nga mediat e kontrolluar nga Rama, po ndiq kontrollo pak mediat botërore.